Miq të RTS1, do të përjetojmë së bashku emocionet. Vllaznia mban kreu në dushmusha të ballshit në një fitori jo fort të lehtë, aty ku sistemi VAR, që ndërhyri jo pak por në 3 raste, vendosi gjithçka për ndeshje. E kjo që në të 90 minutë, kur u anullua goli i Vllaznis, kjo me autor Jagon për pozicion jashtrore të bala që është parë më i avancuar nga sistemi VAR. Vllaznia këmbë gol, ndërsa në të 17 minutë mundësia e shënimit vjen për Kallaku, por është ndalur nga Ofor në zonë. Pas 9 minutash, zgjohet Byllisi me Adedurën, por gjuajtja e tij nga jashtë zonë përfundon jashtë. Vllaznia provon edhe një herë me Sat Malë, por pa rezultat. Në harkun kohor të 2 minutave, Byllisi i afrohet golit me Mukhtar dhe Mustafa, por asgjë nuk del në dritë dhe 45 minutat e para mbyllën në barazim 0-0. Pjesa e 2 sërish nis me ndërhyrjen e sistemit VAR, teksa është anulluar penalltia e Byllisit që ishte dhënë për ndërhyrje të gabuar të Gurishës, por që më pas në rishikim kryesori Vrapi ndryshon vendim. Byllisi mundohet të reagojë me Mustafa, por ky i fundit nuk ia del të godas. Pusi dhe Kobusi në harkun kohor të 2 minutave kanë mundësi për Vllaznin, por shënjesa nuk është e duar. Shkodranë gjen golin e avantazhit, ndërsa Peralta ka shënuar në portën e tij, kjo pas krosimit të Malës. Mëtej akoma, Vllaznia ka pretenduar për penallti, por Vrapi ka vazhduar lojë. Dhe në mbyllje, kjo në 97 minutë, Byllisit i anullohet goli nga sistemi VAR, për faull thuajse në rrethin e mezit të fushës ndaj Kobusit. Në vërshëllimin e fundit të Daniel Vrapit, mes shumë polemikash, Vllaznia i është gëzuar fitores në transfer të mballëqoftë. Merr 3 pikë shumë të rëndësishme në Adush Muçi.